أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mëshira, paqja e Zotit qoftë përmbi të gjithë ju. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit gjithësisë, i cili na mundsoi që t'jemi bashkë sot në këtë ditë xumaje, dita e mëshirës, dita e rahmetit Zotit, dita për cilin i madh Zot xhel xhelaluhu ka caktuar falje, ka caktuar mëshirë edhe rahmet madh për gjithë ata që janë pjesëmarrës, pra në ditën e xumas. Po inshallah dhe për pjesëtarët e familjeve tona që nuk kanë mundësi, Allahu ka caktuar falje dhe mëshirë të mëdha. Ndërsa për ata që kanë mundësi dhe e refuzojnë, dhe ndalen nga dita e xumas, ka një dënim, pra që e neglizhojnë, e nënvlerësojnë. Për shembull, ka ardhi mik për drek. Wa alaikum salam. Edhe me e lanë ditën e xumas. Apo kam dalë me 2-3 shok, me nejtë edhe e let ditën e xumas. Mirë pa nuk ban. Duhet shumë kujdes, për arsye se është ditë që ti përfiton shumë. Dhe nëse do Allahu që ti t'i bashkojsh dy xuma, wa alaikum salam, i bashko dy xuma, Allahu xhel xhelalu do të pastrojë nga gjinafet e gjithë javës. Po inshallah i modhe Zot xhel xhelaluhu i uzon. Ne me dy fjalë që në ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose me dy ilaçe apo sekrete që na ka treguar, ka mundësi që secilit prej jush, edhe prej nesh, Allahu na i fshi të gjitha gjinafet që kemi punuar gjatë gjithë jetës. Kjo nuk zgjat më shumë se 4-5 sekonda pa i qerek minuti. Fjallë e thjesht, por me vlerat mëdhoja. Këta gjona duhet me mësu, çdo njeri, ti di, se edhe unë maj përgjegjësi për para Zotit xhel xhelaluhu, që nuk ja tregova, por edhe ju masanin s'do të keni justifikim atje për para Zotit. E para se cili do të di dhe do të pranoj që ka gjinofe. A me dashje, pa dashje, gromulli i gjinofe është i madh. Pra, tregojnë rastin e një njeriu që ka numëruar gjinofet. Po i ka rap pak lehtë. Domethënë ka shkruajt për veten e vet një gjinof në ditë. Rreth një 22.000 ditë jetë, i shkreshin rreth 22.000 gjinofe. Ka një në ditë. Edhe e kanë gjetë mësani pa i binte të më thonë me i shofër, kështu kam vetë. Ju thoshte më keni qumë gjinof. Ajo është e pa vlerë me i rakomve dhe kupto, po ai dhe më thonë dojtë me tregu atë vetën e vetë, pendimin e vetë. Pra shive, ka i gjinof në ditë, 20 sa me i gjinofe. Pra asnjonin, shejtani mos ta vejnë gjumë, që ti e i pastër, ti e i rregull, ti s'ke gjinofe, nuk je si ata që shkojnë në xhami, edhe jo ka pjek mendimin
e ne binë gjumë nga. Kur vje momenti më sëne që do të dërzohesh atje në banes, një mal me gjinave, një mal, se s'ka mora as mundimin me i fshi, si kur e përmendëm ne. Pra si fshihet ta? Punë e parë, do të deklaresh edhe do të thosh, o Zot, pendohem tek ti, me sinceritet. Pendohem tek ti me sinceritet. O Zot, mi fal gjinofet e mia. Vallai 2 fjalë. Vallahi, mas 10 minuti je pasi gjinof. Pendohem tek ti, o Zot, mi fal gjinofet e mia. 2 fjalë. Nuk shko ka as 4-5 sekonde. Po, këto janë fjalë me vlerat mëdha. E para, kur thosh që unë pendohem tek ti, dhe me thonë, do ta kesh pak burnim vetë. E daj qik burnim. Jo pak thesh për prapët e gjinovi. Do të sa burnim. Edhe në përgjithësi Islami, dhe me thonë besimin Zot, kërkon e burnim. Jo, sere mene, lapere, shko nej, shko kënej, bëbe gjithë ditën, rejnë gjithë ditën, mashtro këtë. Jo. Pra që të vazhdosh jetën pasi gjinop, sa burni e do. Kur e kanë gjuhë